Tën i zi, termocentralet e Kekut po vazhdojnë të ballafaqohen me probleme në prodhim. Kjo tashmë është bë aktuale si temë diskutimi dhe shqetësimi në të gjithë Kosovën. Në vazhdimsi, Gazeta Infokus, edhe unë duke qenë gazetar që e kam përcjellë që 20 vite këtë sektor, kemi ngrit alarmin që termocentralet e Kekut janë duke u trajtu në mënyrën ma abuzive të mundshme në 4-5 vitet e fundit. Dhe më thonë, krejt ato plane, planifikime të cilat kanë qenë edhe zotime, edhe obligime të menaxhmentit dhe bordit e Kekut për me bon rehabilitimin dhe modernizimin e termocentraleve, kanë dështu dhe është abuzu me vitet tona me këto termocentrale. Ju kujtohet, para 3 vite kemi raportu se çfarë skandali është kur mohat një termocentral për 13 muaj në prodhim, pa e ndalë dhe pa shku në remontet e planifikune. Për sqarim, termocentralet e kanë me orë pune. Me orë pune është funksionimi i tyre. Momentin kur mrrihen orët e punës, atëherë duhet të ndalen termocentralet dhe të shkohet në remonte. Remonti është ajo që mundu me thjeshtu në mënyrën më të thjeshtë të mundshme që e kuptojnë të gjithë, me u bë servisimi i tyre. Nëse nuk bëhet servisimi i tyre, ato nuk kanë jetë gjatësi, edhe ndodhin problemet e tilla që fare për na shpjegojnë. Unë nuk po ja u shpjegoj në gjuhën e Albin Kurtit me lopata, rotori, turbina, por në mënyrën më thjeshtë të mundshme. Termocentralet e Kekut sot i kena në këtë gjendje dhe po ballafaqohemi me prodhim të energjisë elektrike si rezultat i menaxhimit nga Deona Mihajli dhe grupa e tyre prej selisë së partisë. E jo sipas rekomandimeve dhe ato që e kanë njoft edhe e din inxhinierët e Kekut, edhe ata që ju rrit me ato termocentrale. Domethënë ata kanë qenë jashtë loje në këto vite, ndërsa menaxhimi edhe pasojat që po i shohim sot janë pasojat e menaxherit ose grupe të njerëzve që i ka qenë lëvizja vetëvendosin në Kek e që kupolla e tyre është Nagip Krasniqi, i cili nuk i ka interesu qysh po funksionon edhe sa janë obligimet edhe qysh është standardi i mirëmbajtjes termocentraleve të Kekut, por ashtu qysh në WhatsApp i ka kërku Deona Mihajli dhe po ashtu edhe për pazaret të cilat i kanë konvenu me grupet ose mafian energjetike që tash e sa ditë po alarmohet në Kosovë për këtë edhe aktorë politike dhe njerëzve të shoqërisë civile edhe media. Sot këtë tymin e zi që e pom duke dalë nga bloku A5 për të cilin shkruajta në mëngjes që është të rikthy në prodhim, e tashmë vetëm e konfirmoj Keku se është bëhet fjalë për blokun A5, bazë pamje, bazë video që mi dërguan, e dita që është t'ju rikthy. Për sqarim, të kej njerëz se po i shoh që po e përmendin që e po i nalin natën filtrat për me kursy gjoja ne, kjo është teknikisht e pamundshme, është budallakia më e madhe që mundet më dëgju dikush, ty e përmend, nuk është në pyetje filtrat që nalen edhe në shohën, se teknikisht nuk është e mundshme. Kjo punë paktën me 10 herë e me 10 ekspertë e inxhinier që unë i kam pyet, nuk ka lidhje kjo me filtrat. Kjo bëhet ose ky tym i madh ndodh kur termocentrali, kur një blok i termocentralit, ose Kosovës A ose Kosovës B, kthehet në prodhim. Domethënë nalet ose në remont ose me ndalje të dhunshme kur paraqiten defekte teknike, kur kthehet në prodhim, ndezja e bllokut bëhet te Kosova A bëhet me naftë, ndërsa te Kosova B, 2 blloqet e B-s, ndezja tyre bëhet me mazut. Te Kosova A, kur është ndezja me naftë, e shkakton këtë pasojë të cilën na e shohim. Kështu ka ndodhur dhe ndodh gjithmonë kur aktivizohet ose kur kthehet në prodhim një blok. Mirë po, për me ik gjykimit publik, opinionit publik, zakonisht edhe është rregull që Keku këtë ndezje e bën prej orës 9-11 të natës, edhe si proces, sipas inxhinierëve, sipas atyre shumë njerëzve që unë i kam konsultu,
Kjo ndodh parafërsisht 4 deri në 6 orë, ku ndezja bëhet me naftë, edhe nuk ka filtr që e ndalë ndotjen nga nafti, për shkak se termocentralet, bloqet janë të dizajnune në atë formë, sa ato e ndalin ndotjen nga thëngjilli dhe nuk kanë filtra për ndaljen e ndotjes nga nafti. Historikisht, prej kur janë instalu këto termocentrale, dhe kjo teknik ndodh kështu. Mirë po, kjeku, na nuk e shohmi, por kur e bën ndezjen e tyre, e bën natën, edhe nëse bloku e ka kalu krejt testet në rregull, do me thot pas riparimit, pas eliminimit të defekteve, ose pas remonteve dhe remonteve kapitale, atëherë ndezja mundet me ndodh 4 deri në 6 orë. Kur është që konsiderohet pak e dhunshme, kjo mundet me ndodh edhe për orë të tona, qysh me sa duket ka ndodh sot. Do me bloqet, si pas gjitha gjasa, për shkak se kjo është standard në kek. Nëse kanë fillu në ora 11, deri pak ma heret, është provu edhe në majtë të ndezur me naft, e që nafta e spjegova edhe në një status në Facebook, shpenzimi sajna për 4 deri në 6 orë, është 80 deri 100 ml naft, shkojnë për me rikëthy një blok në prodhim. Do më thonë, kur bëhet që kjo ndezja, që na e shohim këtë temë. Kjo ndodh gjithë zakonisht prej kur të instalune termocentralet aty. Do më thonë, është pasojë, me një fjalë, pasojë e keq menaxhimit, abuzimit të mërshëm që është bën në këto vite me termocentralet, edhe sot ndodhen para një presioni të madh, ku na u rrezikuam para 2-3 dite ku nominimi i kekut ketë 0 për me nshu me prodhu energji elektrike e cila është për konsumatorët e Kosovës, edhe u alarmuam për shkak se duhet 100% për me importu energji elektrike. E kjo është kosto, që ja kom shpjeguar në të gjitha paraqitit e mia, që është kosto e qytetarëve. Domethënë, sado që na blejmë, e sado që të blejmë prej bursave ndërkombëtare, prej tregje ndërkombëtare, sado që pazaret e mafjas energjetike rritin kostën për në Kosovë, sado që bëhen montime të tilla ku na duhet me pagu miliona edhe për transport të energjisë elektrike, këtë këto na llogaritën në fakturat tona. Pra jemi në një situatë ku keku u gjend para një presionit të madh, ku të gjitha bloqet asnjë nuk janë në gjendjen e mirë dhe stabile, që nuk është dasht, sidomos në këtë kohë nuk është dasht mi pas këto probleme, ose të paktën nuk kanë ndodhur me heret, edhe tash para një situate tillë jemi ty e pa që është ty u munu me i majt në një farë forme në mënyrë të dhunshme termocentralet në prodhim, për shkak të këtij presionit madh, për shkak se nuk janë bën me kohë remontet edhe nuk janë kujdes për termocentralet, por janë kujdes për pazaret, për fitimet, për milionat, edhe për direktivat që ka dhënë Dejona Mihajli prej lëvizjes ose prej partisë atje, edhe në qatë mënyrë janë menaxhu. Nuk është vetë inxhinierat aty, nuk janë vetë punëtorët, nuk janë vetë ata të cilët me mundin dhe ndjerzën e tyre i majnë gjallë këto termocentrale. Ata që e thash edhe dje në një status, këta drejtorat, menaxhmenti dhe bordi i kanë zyre të sheshi Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës, ndërsa pamjet që i keni pa dje është realiteti i atyre punëtorëve se qysh punohet me zell dhe përkushtim dhe mund dhe sakrificë të madhe me i majt në prodhim këto termocentrale. Me i majt aktiv, me i majt gjallë këto termocentrale në funksion për me prodhu energji elektrike. Mirë po ata punëtorët e ngrat atje nuk mujnë me njek procedurat të programimit, nuk mujnë me qu në remont kur ata dojnë edhe e din që duhet me shku termocentralet, por këto e bën menaxhmenti dhe bordi i kjekut. Këto është dështimi, këto është përgjegjësia, e ndaj këtyne duhet me kërku llogari. E nëse ka një hetim të mirë dhe si duhet, këta njerëz duhet me u ballafaqu me drejtësinë për shkak se ky është dëm që i bëhet Republikës Kosovës, shtetit, ndërmarrjes publike dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Kjo nuk është ndërmarrje private, kjo nuk është biznes privat.
por është ndërmarrje publike, aksionarët të cilës jemi të gjithë ne që jetojmë këtë shtet e ata që do t'jenë edhe pas nesh.